Zoti Mujzi, protesta në ditën e 80 shqiptar, si po të duket? Me zhvillimet e saj, me ndryshimet që ka patur, me retorikat e kryeministrit, po jo vetëm. Protesta, si që shohëm, askush se ka besuar që do të zgjaste 3 muaj, sidomos gushti si muaj i vdekur, nuk e mendonte kush që nuk do të nale as i ditë. Për mua ka dhënë shumë efekt në faktorin ndërkombëtar. Ramon e ka zhvesh në atë megalomanin e të dukurit si padrino i votës shqiptarëve, jo kam të edhe mandate, jo hokatari modh me atletet bardha, i ule melonin gjujt, është jo shumë gjujt para të gjithë melonve, shalqive dhe bostanve që ka Europa, gati me Gjermont, është 3 qerek non grada, ajo loja që i mirë me të gjithë, nuk i shkon ma, pra nuk ka ngel media në Europë dhe për te oqeanit, pa dhamë dhe pa transmetuar. Dhe pa ardhur këtu në fakt në shesh. Edhe po mos t'jenë tu, pra pa transmetuar sekuencën nga kjo protest. Pra është një arritje shumë e madhe e kurajës qytetare dhe rezistencës tyre në 3 muaj rresht të dalë në të qesh. Për mu s'ka s'është fare rëndësishëm numri. Ta nuk pretendojnë dhe unë e kam thënë publikisht që nuk pres që nga kjo protest të krijohet forcë politike. Unë personalisht. Nuk e do apo nuk e pret? E du shumë. E du shumë, por nuk e pret. Por kjo është një amalgam. Pra, aty ka socialist që kanë votuar Ramon, ka demokrat, ka republikan, ka pa parti, ka gri. Pra, nuk mund do të t'i rreshtosh tek një bindje të caktuar ideologjike apo politike për të kryer një subjekt caktuar politik. Do ta doja shumë. Por, ky efekt që ka dhënë në faktorin ndërkombëtar, se me të thënë drejtën përfaqësitë e vendeve të BE-s, pse jo dhe harruara me punë e ambasadës amerikane, Nemsi, kanë heshtë si fija e barit në 90 ditë protestë, unë s'kam pa në deklaratë tyre, të qëruar ose t'ju flasin shkojtju shqiptarëve. Madje as në një mesazh diplomatik nuk e kanë dhënë. Që kujdeseshin shumë në çdo protestë të opozitës së përdes, 2 ditë para të lajmërojnë qytetarët amerikanë që kujdes në rrugën nga Tajvani tek Hajvani, kujdes rrugën nga Hajvani ke Niko edhe pra sikur këtu po bëhej luftë. Nuk i kam parë të reagojnë, që normalisht duhet të reagojnë. Nuk do ta besoja, ose s'dua ta besoj që të gjithë ju ka ngecë karamelja në fyt. Ka shumë pare, 8 miliard euro buxheti i shtetit, plus pareve të trafikeve, parave të pista, parave të drogës, janë të mjaftueshëm për të blej grusht e nukush, jo shqipfolës që vinë me punë në Tiranë dhe sillen si baraktar. Këto ditët e fundit ke qenë shumë aktiv në rrjetet sociale tuaja, në lidhje me pozicionin. Nuk të falenderoj për vëmendjen që ke patur këtë ditë e fundit, se unë po thjesht aktiv jam gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale. Sigurisht që kjo ka qenë një gjë që ti gjithmonë të ka karakterizuar ajo mprecia dhe deri diku edhe sarkazma. Po kësa radhe e ke patur me kreun e SPAK. Madje ke publikuar edhe disa fotografi të një shtëpie të pretenduar që i përket Klodian Brahos. Është shtëpia, ajo është kam publikuar 2 foto që mi kanë sjellë qytetarë. Një është një hotel që unë kisha kohë që e kisha dhe pak para meje nxorën disa portale, që është një afër i tij, që ka marrë leje, por resort nuk është ndaluar, por burimi i ardhur me rrogën infermieri është pak e habitshme për të bërë një hotel me vlerën 10-15 milionë euro. Ja marrë me kreun e SPAK-ut sepse kur erdhi në fjalën e tij në KLP, ishte me një bujt madhe, madje në komision, kur kërkua heqja e imunitetit të Belinda Ballukut, më erdhi vështirë në ana profesionale, për çdo shqiptar që ka kulturë mesatare juridike, kur ti thuaj që kjo vepër penale rrezikon 35 vjet, do të thotë që ti e ke mbyll hetimin, po jep pretencën. Komisioni u çfry. Pra, në 9 muaj që SPAK-u drejtohet nga zoti Bravo, ka fikur gjithë fitinat e nezura të minave që patnes, sidomos 6 muajt në fundit, zoti Dumani. Apo. Dhe unë nuk besoj që në këto 9 muaj qeveria është bë dele, nuk vjedh. Tu është ngrit kohata, nëse ka qenë 20-25, ka shku 30-35%.
në çdo prokurim publik që bëhet. Hajdutët, taksidar, tatimlar, doganlar, hinu, vike me te polici, janë shtuar, nuk ose janë ullur. Nuk kam parë të filloj një çështje kryesisht qoftë dhe nga denuncime publike. Edhe ka koqiduar në është që gjitha dosjet e nxehta i ka patur ky prokuror para se të bëhej shërsmak. Nuk ka keqe të njësë hetim për atë që ka kërkuar Olafi, që është kontrolli i lartë i shtetit i fondeve të BE-s, për kripsën e AZBR-s. Nuk përgëzon një fjalë për 80-100 milion euro të anijeve të Bangladeshit i urikimit. Nuk flet për gjobën 120 milion euro të Bangersit për Anila Demaj. Të dy administratorët e Bangersit, kinezi ekonomik dhe kinezi genetik, janë të vetë me të rastet në 7 vjetë spak që but nga arresti në burg, nga arrest shtëpie, nga arrest i shtëpies me detyrim paraqitje kanë dalë. Bangersi u ka vjedhur shqiptarëve 15 miliardë euro në 21 vite pasuri kontare. Doli Beqaj, doli Gjyli, doli Rryli, ai. Çfarë ishin kapur? Pra, i zvarritje e proceseve gjyqësore në mënyrë të pisë të dakordsuar. Një mëzgjyqje për Lefter Kokën. 7 masa arresti për Lefter Kokën. 5 herë kanë dënuar Fatos Tusha. Edhe kryetar bashkie, ku di unë, Shukriu, Lefteri, Emera, Vangjushit, e Vangjushi herë nxorën herë vutë. Gjyqi i kërtesit ka 6 vjet që bëhen ecejake. U dënu për 3 javë gjyqja i policisë Amerikë që bëri vrasje. Po sigurisht ku ka drejtësi? Po, shoh që është një, nuk e se e bën nga padituria. Ja, është e qëllimshme. Pa sot një portal, kam respekt për çdo media, që i bën të avokatin që pse akuzoni ti ka bler shtëpi, te ka bler shtëpi. Është normal që tek i shqiptar do ta bler shtëpinë po të jeto. Po. Por burimi i tardhë për bler shtëpi me 2.000-2.500 euro metre apo një kat. Kush janë? Të s'kan biznes. E para, e dyta, nëse bëhet fjalë për një ndërtues që nxori ky zoti Progri, për tjetër banesë që ka blerë të ky ndërtues ish prokurori Besnik Muçi ka ikur në vettingu se quhej kontakti pa përshtatshëm. Po pse këtij nuk i quhet dhe ky rregjit me hanë me këtë? Po pra, pse krijon dy standarde? Pra, unë nuk e kam personalisht me te. Qartë, po të gjëra të bëjnë për pritshmërinë. Sa gjëra të për pritshmërinë e qytetarëve që Demek Spaku do ishte shpëtimtare, po heroj, i fëmijëve tanë, se Jurikim s'kishte fëmijë, po i fëmijëve tanë. Pra sjellje me shumë standarde për fenomene tjera. Dhe pra ne si që marrë dhe me Dumani, apo më përpara dhe me Kraje. Pra unë nështë kam qenë vetmi nga opozita, nga PD, që çfarë kam ditë dhe çfarë kam pa, jo të përshtatshme. Tek ata ja u kam thënë në kohë. Se të flaqma si të bëjnë masë, si që flasin sot, qoftë ish presidenti, qoftë Elia Meral, kur kanë folë ndryshe kur këta ishin, është, kur je person publik nuk duhet të flaqë vetëm kur ke hallin tek vetja jote. Du flasësh për çdo fenomen? Duhet të flaqë për çdo qytetar publike shqiptar, aq më shumë kur ke përgjegjësi publike politike që edhe në parlament. Nuk jam deputet. Kam ja 2 ditë që kur u pyet Berisha për Brown, foli si Dane Versi në 97, si kur ishte vëzhgus nga SBE-ja. Nuk kam gjatha, po është gjithë konform kushtetutës. Sot pashja marrë për Maltezi, që kishte nxjerrë hotelin e kushërinit parti, dhe e përgëzoj. Është vonë. Edhe Kraje, si thanë hetuesi komunizmit, masi kishte Murrizi 6 vjet që ja thoshte në parlament. Pra, kur je person që ke përgjegjësi publike, politike, duhet të reagosh për fenomenin, jo kur të djeg me nerja jote. Unë s'kam folë kur për rastin e hetimit Murrizit një 5 janar 2022. Kur se kam përmend emrin prokurori? Kam bë vetë ligjore, kam fituar gjyqin për turbin e tyre dhe gjithë palaçot që ke ky pari. Tani ishte lapsus, kam fituar dhe gjyqin administrative për dëm shpërblim. Por s'jam marrë me te personalisht. Edhe pse mund të kesh pas arsye. Po sepse kur thon lapsus është çka kam pat për thënë, ja kam thënë atij. E që pira që i bëhet Gjurgju dhe vret i ropë në semafore e thumë falë se kesh i pirë. Se jo pak kolege tujen, bëni shkum nga goja në ato ditë, kam qef 600.000 euro, të lejnë datë në qef euro Murrizi? Po veti ti këshem qeur sa? Ku të lejnë da, kush pastron euro ke unë? Lejnë da! Ta e nuhasin në shtu. Nuhasin.
Si kënë gjahon euro në ta. Këta videre ke unë euro. Gjithsesi, betejë personale është betejë personale në drejtësi. Po për njerëzit i kanë përgjegjësi publike, politike, duhet të reagojnë parimisht. Pa nuk është se e ka marrë vesh. Sot meta që bën kraja, ka qenë hetuesi i komunizmit, ka fut në burg Arben Luçin, e ka kapë në vorë në korrik 19 mas ambasade, ka qytë vorë në zonë kufitare. Se sot e marrë vesh. Ai e ka pas 2 vjet shef të antikorrupsionit kur ka qenë. Edhe Berisha se ka marrë vesh sot. E ka pas jurist polici financiare. A duhet fol kur është vakti. Pa mas pilafit pastaj. Se duket nuk kanë rekorduar në Kështu që unë kam rezerva. Në kohë që majta mandati nga votuar me qep ligjet plotësuese për reformën e drejtësisë. Një pritshmëri që të kemi një drejtësi sa më të pakapur me politikën. Në fakt është e kundërta. E kemi SPAK-un në kapur? E kemi. Po sepse edhe shefi i SPAK-ut ka kushërinë e parë deputet Ramës, edhe se vend shefi i SPAK-ut ka kushërinë e parë deputetet Ramës. Dhe ai që bën vetimin e 800 gjyqtarëve prokurorëve është deputeti Ramës, Kominçi. Si s'e ka kapur? Pash një koncert që ishte në fshatin Vajs. Po, ku ishte kryeministri i ftuar. Po dhe në krah ishte kryetari i gjykatës lartë dhe moderatorja ishte bashkëshortja e gjashantare e gjykatës apelit. Që zëvendësuar banë Osmani e Big Brother. Për çfarë drejtësi e flas, s'ka ndoh kurrë. Pra dhe në regjimin e Enver Hoxhës kurrë një qele s'ka marrë në mikrofonit bëj prezantimin e festivaleve. Ishte një lloj rregulli, kurse këta s'ka. Po tjetër. Pra, ka dalë çdo gjë e zbuluar që këta debatojnë me miq, thonë pse janë të ngarkuar politikisht. Jo, po janë shpirtërisht, dhe po ti shikosh përgjimet e iranianëve, na patronazhistët dalin Dumani, marksist dhe Enisi voton Enveri. Klodi patronazhist për vete, pra janë shpirtërisht të brimosur tek e majta. Dhe pak ofiqe edhe nera ja u bën ky Hajdari i qeverisë. Hajdarizimi i reformës, pastaj me reformë plot. Si komenton këtë reformën territoriale dhe Murizi, si pam ato të moshuarit në Bogradec që prisnin kryeministrin në orë? Nuk i pas. Si pe, a? Po sot në media... Futa kasetën e Vandamit, merë për të vjellë. Më mirë Vandami se sa ajo ata. ka pasnet Enveri i muje gjysë Bogradec, nuk ka nollë kurrë, që t'ishte kaq e vështirë në një televizion që mund ta bajnë ata, se kujdo që t'i thonin, ne që kishim me gjiment qef. Njerëzit se mendojnë që po takojnë hynorin, por edhe ta bëjnë edhe ka shumë e vështirë, shumë e turpë. Për herë të parë kam dhënë drejt Arjan Çan. Gojim, frymar, edhe njerëz pushtetar që tallen me fukarallikun dhe debillikun e këtyre gojimave, gjëna. Kam se çfarë, ja. Reforma territoriale për mua është një deshtim i plot i qeverisjes SPS-s. Qëllimi. Në 2015 qëllimi ishte për të shkurtuar shpenzimet e administratës. Në 2015 nga 340 komuna dhe 60 bashki që ka pas Shqipëria, kanë qenë punësuar 46.000 veta. Sot janë 100.000 veta të punësuar në pushtetin lokal. Dhe nëse do të bëhet 45, kanë për të punësuar 120.000 veta. Vetëm Bashkia e Tiranës ka 12.000 të punësuar. 2300 a 2500 duke se ka Shangaj. I kushton shumë buxhetit, apo jo? Taksave shqiptare. Po ne kemi le. Tem paga patronazhimi për efekte elektorale. Dhe reforma territoriale 2015 është reformë territoriale elektorale. Rezerva kam për qendrimin e Partisë Demokratike. Ato 100 apo 105 apo 97 bashki duhet i kishte çuar komision. Para se të mos merren në konsiderat kërkesa për zgjatjen e afatit komision. Pa t'ja kështë bërë shqiptarëve me dije në komision, edhe në parlament. Sikur se eftoj publikisht që qysh në 7 shtator që hapet sezon i ri parlamentar, hanë në parë shtator, duhet Gjej Kuraja, Sali Berisha dhe grupi parlamentar të propozojnë shrenjosjen e kalpsillikut dhe të pazarit Qelbët prill 2008. Kjo protest, nëse nuk prish pazarin e prill 2008, ka bëjë vrim në ujë. Mendon që ajo është e gjitha Për mu po. Në moment që vritet gara tek i vetmi pushtet i cili burojnë gjithë pushtetet tjera në Shqipëri, që është parlamenti, është vrarë gara në çdo sektor. 106 deputeti ketë emëruar me firmën e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Nuk janë më deputet, janë thjesht shërbëtor, kërmi, dhemje që lpien paradhomët e kryetarëve për i karriket tjerë në kuvend. Pra kur thash që këta nuk bëndet parti politike, unë dalë 2 herë në 2 ditë, edhe shoh lloj-lloj.
edhe nga qenja 36 vite këtu, i njohë që s'janë gjithë të një menje. Por, presionin ndërkombëtar, edhe presionin nga pjesëmarrja në shtator, duhet këmbgul në prishje. Prilli 2008 s'ka vrarë sovranitetin e votës shqiptar. Shqiptar nuk zgjedhin më pas prillit 2008, në pelt pas thjesht votojnë, si kohën e qoftë largu. Ne kemi modelet, jo Kosova, jo Kroacia, Slovenia, Austria, a Shqipëria i zonë zgjedhore, listat 100% hapura, një qeveri kalimtare, jo Rama kryeminist, dhe të futemi zgjedhje. Mas edhe këtu mund dalë një listë qytetare, nërsa nuk bëjnë subjekt politik, por bëjnë një listë qytetare, t'jo paraqesin qytetarëve që të mos u humbi as i vot, nëse Shqipëria është i zonë zgjedhore. Pra për mu çdo gjë fillon aty. Ajo rrit servilizmi, bën parlamentin falso, rrit autokracinë të kryetarëve të partive dhe sjell këtë lloj qeverisje. Si e ke parë Ramën këto kohë të fundit? Fakti që ka zbutur pak edhe gjuhën në lidhje me protestues. Dje pash, mu duk si një konviktor që po e njëjtin shok se kishte vjedh latat. Nuk e di. Ai si, mi fjalë një hajdut latash. Latat kanë qenë ato. Latat e mbajmë ato. A e mbajmë. Po t'ja u shpjegoj t'ja u shpjegoj brezit flamingove që majnë mend vetëm flamengo. Gjeneratës Z. Në fakt, dhe si hajdut latash, ti e kishin kap me latë falso ke Naxhia, ka qenë një atje në Buzhinjere në institut bujqësor. Pra, sa ne shpiku ekosistemin, a thu se është inxhier hidro kjo, po ku di inxhier mjedisi. Po është mushmenja, sepse pushtetit e pruar, është mushmenja që është hyjnor. Pastaj për të humbur mendjen flet për kurbën e hunës, për mënyrën e dhënave, për drejt shikimin, për atë komunikimin me avatarin për zgjedhjen e stafit të ri qeveritar. Cili staf të ri? Po ato që vendosi, që diskutojnë në Pogradec. Unë personalisht nuk them duhet qeveri teknike. Se më teknike se që ka bërë Rama, me njerëz që s'kan as i lidhje me elektoratin, nuk ka. As i lidhje me PSN, as i lidhje me Rilindin, që s'kan dalë kur në terren takojnë qytetarë për vota, janë këta që janë. Është hera parë në 36 vite unë nuk njoh 9 ministra. Nuk i di kush janë. Si emra, po besoj që 90% e shqiptarëve. Po ti ishin njerëz politik, me gjithë rezervat apo kundërshtit që kam me ta, se janë kundërshtar politik, por që njëfja, kam njoh gjithë ministrat na dhe ishin e këtej. To nuk njoh. Jo vetëm një që i bigërnetës, që është ke banda frymore e kishës, duke të premte. Nuk e di se qa ministri e ka. Dhe nuk është problemi që se njojmë, Nuk i një fasam. Grupi parlamentar, kolegu imi PSS, Paulin Sterke, ka pas një thanje per me i ministresh, me Evi Margaritin. Po per, në i pritjet të një ambasade, i thot aja kush je ti? Paulini 5 mandate deputet. Dhe Paulini jep një përgjigje brilante. E se them do të media. Po duhet me pyet o Paulini ose Evi Margaritin. Po mirë. Gjitha që kanë qenë aty vërdall kanë majt brit nga e qeshur. Kështu që Rama qeveris me drejtoret. Ministrat i vend kukull dhe merr telefon drejt për drejt drejtorit. Drejtorin i përgjithshëm, nga donja, nga Trëndafili e Shikut, kjo aguridhe që ka qenë në drejtoresh e shërbimit Kosovës u shkarku nga Vjosa Osmani dhe Kurti. Po, dhe ka ardhur. Ka se di vete ku ka ardhur, po. E ka si lartë më. Me gjithë drejtorët të përgjithshëm, merrni nga të keni qefë. Tatime, dogana, polici, i nuk, i merr në telefon vetë. Pra, ministrat janë kukull. Më kukull se kaq, pra pjesa teknike, s'ke ku i gjenë. Po, Sa kohë që tjetër, jo, nuk firmosin nga shtatori vjetë, në Afrika, që të bëj një qarkoret menç, bëj që firmosin se vetë, që edhe kjo është antikushtetuese. Kështu që, po sigur Rama s'ka, se do merri gjithë tjerë teknicien si që ka marrë të. Murise, për ty, Rama si ikën nga Sheshja apo ikën nga ndërkombëtar? Të gëshëtuara të dyja. Të dyja. Ndërkombëtar kanë qenë në gjumë dhe në rahatin e tyre të sajdisjes. Në më paguën po. Pra, kjo protest është grens që ka piskuar fort faktorin ndërkombëtar. Fort. Edhe sa do ta majnë këto me brav, me çelës, me sheqer, nuk mbyllet kollaj kjo protest. Për të reaguar. Dhe keni para reagime.
pashtyrë. Pa duhem të shëtuar të dyja. Ne duhem, pas duhem jemi të vegjël si popull, në numër, por edhe në i farë servilizmi që duhem, pak në servilizmi e pak në shpirtit mëdhenj. Pra më shumë luftë dhe tifozlik kur ka zgjedhje në Amerikë bëhen në Shqipëri, se sa në çdo vend tjetër të Evropës. Ky presim ky ambasador i ri, nuk jam shumë optimist, se zakonisht puna ja do që takojnë më së pari kokrat e hajdutëve që janë në pushtet dhe në politikë, por që miqësisht të ndryshoj kurs nga që e harruara me punë, kur erdhi tha, ju kërkoj shqiptarëve të m'japin mend çat lexoj, çat ha, çat pi dhe ku të bre. Edhe ja dhan deri ku. Këtë historinë e shtetit Bektashi e shikon si një shash, e shikon si një produkt qeveritar. E shikoj që Rama është aq siklet, si hajdut latash me gjithë ata partnerë që ai ka gjykuar që do t'i ketë aleat. Po s'mund t'i kesh aleat të gjithë një herësh duke i mashtruar gjithë për tjetën gjatë. Që kërkesë besoj e izraelitëve, ky mirë me Izraelin, mirë me Erdoganin, mirë me Melonin, mirë me Gjermanin, mirë me Biden, mirë me Trump. Edhe Mardiola Toska ka bëj këngë, thot mirë me vjerën, mirë me burrin, llafi mirë, zbut dhe gurë. Kjo s'mundet, nuk mundet. Kjo ka ceduar. Kjo është talli. Është një përçarje. Gjanë më të mirë në 150 vite që kanë patur shqiptarë, ka qenë harmonia fetare. Po pse i shtet Bektashis dhe jo i shtet katolikësh, për shembull? Me 4 kilometra katrore në Shkodër. I shtet ortodoksësh, Divjak Libofsh. Pse jo, për shembull? Dhe i shtet muslimanësh në Kashare, Vaqar dhe në Pezë. Pse jo? Dhe këtë shkojnë në svelë se s'ka nevojë për këtë ma. Pra i lindi drejta çdo kujt për të ngritur një shtet në shtetin. Të gjithë religioneve fetare. Me qenë se jemi me 4 katolik, ortodoks, Bektashi e musliman, të bëjmë 4 copa dhe t'jekë këtë. Nëse kjo do t'jetë zgjidhje këtë qërohet, hajtë ta bëjmë. Kështu që bën ka falë këtë. Tokë të shqiptarëve, pa kaluar në referendum, ja ka falë italianëve në gjatër pleshës. Tokë të shqiptarëve, pa i kaluar në referendum, pa i pyet shqiptarët, si servili ja ka falë iranianëve në Mamës. Tokë të shqiptarëve i ka falë general Lisit, atit guardjes në Bregdet. Tokë të shqiptarëve do t'i fali kushtet për servilizëm. Kjo është gati, aq servil dhe i përshtirë është ndaj të hujve, sa është dhe arrogant ndaj këtyre të pamundërve në Shqipëri. Kjo është gati të veshë qizme të bëj beton të rregullojë themelet e kushtet. Vetëm që ta ketë mirë me ta. Akademik Apollon Baçi ka thënë një llafe, që e ka lanë për zgjallë. Ky ulpjet atyre dhe i thotë, bëni me Shqipërinë çfarë doni, ne mund të bëjmë me shqiptarët çfarë doni. Po ç'është ky shteti Bektashi? Shumë mirë. Gjetje është. Ka ditur të qëndrojë, ka ditur të ndajë. Sa kohë që ne si popull, unë e them me humor, por është një realitet i hidhur, në 4 vite për çdo qeverisi shajmë dhe mallkojmë për ndërtje çmimesh, për arrogancë, për hajdutlek, për harbutëri kur shkon dhe përplaset dyrë dhe institucionet e dorë. Dhe kur vin zgjedhjet voton më maskaran që shef listë, nuk jemi më të pafajshëm. Jemi fajtor. Pra, unë mund t'i gjykoja shqiptarët deri në 2 palë zgjedhjet e para. 91, 92 dhe zgjedhjet lokale. Po 11 palë zgjedhje lokale, 11 palë zgjedhje qendrore dhe thush që unë nuk di ja. Kjo është shejton nëse shit votën për i tras millë për 5 lekë qelbër. Se ai nga Fuguralliku atë ta merr në 2 bileta autobusi, po të ngrejti çmimin nga Vlora në Tiranë. Do ta ka ngrejt. Ne i blejmë naftën shqiptarët, edhe pse nxjerrim 2 milion ton naftë në vit. Dhe blejmë shtrenjtë se sa Gaza, Palestina, Ukraina dhe Rusia. Që nuk e di kush është luftë. Jemi ne luftë pa ata. Ne jemi luftë me veta. Mërzi, a mendojnë që protesta në shtator duhet jetë më refraktare, duhet jetë më fort, duhet jetë jo kaq e pashtë, jo me thirrje, jo me këngë mbase vetëm. Ju thotë, edhe kjo ha diskutim, siç kanë qenë kundër etiketimit të mitingje jo Kristofëdaj që i quante mosbindje civile. Unë kam qenë një vetmi që thoja, s'është mosbindje. Mosbindje civile nuk e thret një subjekt politik, dalin qytetarë vetë. Kjo s'është protestë. Ka në tubime sensibilizuese. Nuk është protesta, si që kemi parë, francezët djegin Parisit.
Grekët zbresin nga Kreta Ania me huj bishta kazme dhe hyjnë Athinës Marë. Po. Gjermanë fikin makinën në rrugët. Pra protesta shprehje revolte shpirtërore nga gjithë padrejtësitë që t'janë bërë ty si individ, por dhe shoqërisë në përgjithësi, sepse shoqëria nga individ, ka 5 milion individ përbërë. Pra ky është tubim sensibilizues. Nuk është protestë. Protesta qytetare jashtë thirrjes së subjekte politike, unë e shoh ndryshe. Dhe ashtu do të doja ta shihja, sepse arroganca, jo vetëm e pushtetit, por e klasës politike në përgjithësi, duke u përpjekur të bëjnë një luftë hipokrite dhe ruajnë pastaj duke bashkuar votat, siç ndodhi në korrik 2024, për mbylljen e listave, siç ndodhi për zgjatjen e mandatit 2 vjet të fllëqësirave të KPK-s, së vetimut, siç ndodhi për amnistinë, ku tentuan të fusin dhe bankës për të penale, duhet ketë një mbledh dhe një revolt qytetare për të gjithë klasën politike. Pra duhet një protest, jo një tubim dhe jo një Ky është paragalim. tubim sensibilizues. Dhe për mua thash, qëllimi më të madh, atë mirë më të madh që ka për shqiptarëve është sensibilizimi i faktorit ndërkombëtar. Që nga Kimetja, Vlahutina, Don Kirgistani, Soreka, e lloj kloni që ka gjetur. Është paraqitur situata në Bruksel që kur këtu shkojmë punë në vaj. Sot nuk e di se sa as kuqen as verdhët, këta ndërkombëtarë që kanë raportuar që Shqipëria i ka punë në rregull. Por duhet kthehet nga tubim në protestë. Okej, mbetet për të parë, Maurizio, faleminderit shumë. Edhe unë falenderoj shumë.